Fluturon koha se përshikoja orën, po unë kam dhe çështje tjetër që dua të sqaroj se ju e keni ndjekur atë, çështja e gjykatës kushtetuese dhe vakancave. Tashmë kaluar në Këshillin e Emërimeve në drejtësi, çfarë ka pasur shumë debat gjatë gjithë kohës për këtë? A duhet të shpallë vakancat, kush po tenton të kontrollojë çfarë? Jo vetëm ne bijem dakord të gjithë që kontrollin ndaj gjykatës kushtetuese gjithë sistemit e ka kryeministri Rama. Ndërkohë, i vetmi problem që ai ka patur me gjykatën kushtetuese ka atë votën kundra të gjyqtares Betja, e cila në fakt përveç se është një vot kundra pa drejtësisë në një vendim të caktuar, por është dhe një vot që është shumë demaskuese për vetë atë të gjithë pushtetshmin, që thot unë i kam të gjithta në këmbë, tani del kjo gjyqtarja edhe më del kundra në gjithë vendimet, kundra interesave të mia. Dhe kjo u iniciua, mund të dukej si një reagim naiv, i papeshuar nga presidenti Begaj, por unë gjithmonë e kam thënë se në fakt ai nuk e meriton njërë që të quhet presidenti Begaj, por e ka atë postë dhe jemi të detyruar, ndërkohë që sidomos në politik nuk ka gjëra as naive, as të rastësishme. Pra është e gjithë e menduar se në momentin që nga kryetari KED-s Sokol Sadushi hapen vakancat për gjykatën kushtetuese, po flasim për dhjetorin e 2024-s, në janar të 2025-s, Bajram Begaj i kërkon një analizë të gjykatës kushtetuese ose interpretim lidhur me kozjatin e mandateve të antarëve të kësaj gjykate, e cila në fakt qoftë në opinionin e Komisionit Venecias, po qoftë edhe mbi bazën e parashikimit kushtetues, ishte më së qartë. Por i qëndrojmë argumentit që ka dhënë kryeministri Rama që në presidencë pas ka nga juristët më të mirë që ne si kemi parë, dhe po themi që këta juristët janë kaq të zotët që duan edhe një interpretim nga gjykata kushtetuese. Dhe këtu vim pastaj në dy shkelje shumë të rënda. E para, shkeljen e pare ka bërë presidenti Begaj, sepse nuk mund kërkohet interpretim për diçka që është e qartë, nuk mund kërkohet interpretim për disa mandate për cilat ka mandate të dekretimit. Për shembull, një pjesë atyre gjyqtarëve janë emëruar nga presidenti Ilir Metaj, ndërkohë janë parashikuar dhe afati i përfundimit të mandatit. Pra, është ke letra e dekretimit, është e shkruar, po përveç kësaj, thash, kemi 2 sankcionime të qarta në kushtetut, po nga ana tjetër dhe komisioni, opinioni Komisionit Venecias ka qenë i qartë në lidhje me këtë. Pra, e ka thënë shprehmisht që rotacioni nuk mund të prevaloj mbi parashikimet kushtetuese apo kozjatjen e mandatit. Pastaj ishte vetë gjykata kushtetuese që sa ajo mandatet tona merin. Tu pastaj fillon etapa e dytë e shkeljeve, që unë i konsideroj si shkelje penale, sepse në mbledhjen e gjyqtarëve, vetë gjykata, që dukshëm në konflikt pastër interesi, sa madje edhe ne i akuzuam unë e para, i kam akuzuar në publik, se thash për t'i bërë qefin kryeministrit, ato hoqën dorë nga mandatet e veta. Pra, ato ndryshe thash, siç e përcakton kushtetuta dhe opinioni Komisionit Venecias, ato përcaktuan që prevalon rotacioni përpara afatit të përcaktuar në dekretin e emërimit të një kandidati. Dhe çfarë thanë ato? Ato thanë që afati i emërimit fillon nga momenti ku paraarsi apo personi që zëvendësohet i ka mbaruar afati i tij. Ndërkohë që nëse bëjmë ne këtë interpretim që e kanë bërë vetë, i bie